Detajet të reja janë zbardhur nga skandali ushqimor që ka tronditur qytetin e Gramshit, ku 17 persona, përfshirë 16 fëmijë dhe psikologën e institucionit, janë infektuar me salmonel në kopshtin nr. 1. Sipas burimeve zyrtare pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, shkaku i infeksionit ka qenë vezë dhe kontaminuara e përdorur në ushqimin e fëmijëve. Fillimisht u mor në analiza mishi pulës dhe qumshti, të cilat rezultuan negativ, duke përjashtuar këto produkte si burim të infeksionit. Skandali u zbulua një javë më parë, ku disa fëmijë të kopshtit shfaqën simptoma të njëjta të helmimit ushqimor. Instituti Shëndetit Publik kreu analiza për 79 persona, nga të cilës 17 dolën pozitiv me salmonel. Aktualisht, 6 fëmijë që kërkuan kujdesim mjekësor në fillim janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe ndodhen në shtëpi. Sipas paraprakja, KU ka pezulluar aktivitetin e kopshtit nr. 1 në Gramsh deri në përfundimin e desinfektimeve dhe kontrolleve të plota ushqimore. Ndërkohë, Prokuroria e Elbasanit ka nisur një hetim për zbardhjen e plotë rrethanave dhe përgjegjësive që çuan në infektim masiv.